ka shumë mundësi që në këto mbledhje para prake, për para se të bëhej demonstrata e dhunshme, ku dije që do bëhej dhunshme se i kishin deklaruar. Jam dakord? Ka shumë mundësi që të kenë dhënë orientime gojore në takim të organizuar të veçanta tek e tek. Do të japim një mësim, sepse ne jemi institucion kushtetues, to ishin deklarime që kanë bërë vetë ata. Jemi institucion e tillë, nuk mund të thyemi, të sulmohemi, të ndërpresim punën në një sër me radhë. Megjithatë, unë po i quaj sikur nuk ka bashkëpunim përpara se të fillonte demonstrimi. Po kur filloi demonstrimi dhe forcat e sigurisë po goditeshin, edhe policia dhe garda, po qëlloheshin, thyeshin, bëhej presione me radhë. Patjetër filloi bashkëpunimi, filloi komunikimi. Jemi dakord? Atëherë në komunikim ti miratove të qëlloj me armë? Po ju them që qëllimi me armë nga garda është i kundërligj. Ligji i gardës nuk jep asnjë nen përdorimin e thotë si të drejtë, si përgjegjësi që të përdori forcën, të përdori edhe armë, po i referohet ligjit që është i posaçëm për përdorimin e armëve të zjarrit. Dhe ligji për përdorimin e armëve të zjarrit rregullon rastet, vendos kushtet, vendos dhe procedura. Do të thotë, në njëri krah ta jep të drejtën ta përdorësh, edhe kur ka tubime, por thotë ndaj individëve të veçantë që përdorin mjete të rrezikshme për jetën, përdorin armë, lëndë eksplozive. Ashtu siç ta jep të thotë me kusht, kur s'ke mënyra të tjera për t'i ndaluar, dhe kushti i dytë të mos e rrezikosh jetën e qytetarëve të tjerë, pra ti lidh duart